Qysh, kënaqësi që ju kemi sot. Mirë, kemi një ditë nesër, zyrtarisht fillon botërori. Si duken ekipet në këtë prag botërori? Po e nis pak me Ervinin. Ervin, lexova pak Francën në fakt, pasi edhe pse duket se Spanja është emri që po kuotohet si pretendenti kryesor, por duket se nuk mbetet pas as Franca. Jo, shiko, tek të gjitha analizat e bëra deri tani, në nivel kritikësh, specialistësh, po doni edhe superkompjuterësh, sigur se është rasti Optos, që analizon statistikat e skuadrave dhe të lojtarëve dhe pastaj nxjerr një përqindje të ekipeve që mund të fitojnë kampionatin botror. Franca është mbi të tjerat për i vërtetës. Franca dhe Spanja për diskutim unë. Nëse do të analizoja organikën e futbollistëve dhe mënyrën se si vinë pikërisht në botror për shkak të dinamikës sezonale që kanë pasur ekipet dhe lojtarët e tyre, unë do ta konsideroja Francën në rangun e parë pretendentëve. Kjo është vetëm qasja në letër, sepse unë jam i predispozuar shpesh herë ta ndajmë në dy aspekte analizën, ajo që është organika dhe ajo që është pritshmëria pastaj në fushën e lojës, është një dinamik krejt tjetër në raport me organikën. Në organik Franca nuk ka një, as dy, po ka 3 apo 4 kontare, edhe shumë lojtarë cilët i ka lënë në Francë nuk i ka grumbulluar për shkak se aq është lista. Megjithatë, kjo nuk është gjithmonë determinante, nuk është gjithmonë vendimtare. Është e rëndësishme se si këta futbollistë që kanë organik lidhje të shumë do të shkrihen në një grup të vetëm, se sa mirë do të sillen me njëri tjetrin, se çfarë marrëdhënie do të kenë me njëri tjetrin, se sa do ta ndihmojnë njëri tjetrin, dhe nuk është e pakët dhe ajo që është bërë virale kohë e fundit, pra diskutimi i mundshëm mes Dembele dhe Kylian Mbappé, megjithëse duhet ende të verifikohet 100%, po pak kanë referuar media dhe Dembele ka kërkuar nga Kylian Mbappé që të shkrihet me ekipin dhe të jetë i gjithë në funksion të skuadrës, pra të jetë një futbollist i cili duhet të vrapojë gjatë gjithë kohës në shërbim të pjesës tjetër të ekipit. E them këtë sepse realisht në nivel grupi, në cilësi loje, në identitet, Spanja për mua në këtë moment është më mirë në raport me Francën, pavarësisht organikës që ka Franca. Dhe nëse pastaj unë do të analizoja në total se cili është grupi i parë i skuadrave pretendente, do të vija Francën, Spanjën, Portugalinë dhe Anglinë në grupin e parë, dhe në grupin e dytë do të vija pastaj ekipet e traditës, Brazil, Argjentinë, Gjermani dhe Holandë. E kuptoj. Lidia. Po në rastin konkret, Franca ka absolutisht një skuadër muskujsh, një skuadër me një sulm të frikshëm, me lojtarë të cilët kanë bërë një sezon të mrekullueshëm, por problemi që ndron tek fakti që ngjason pak me Realin e Madridit, shumë gjela në një vend Esmeralda e prishin. Unë kujtoj 2002-shin, Franca vinte si kampione e botës në fuqi dhe nuk doli nga grupi, u eliminua nga Uruguay, nga Senegali, prapsoi një disfat goxha të madhe. Brenda grupit francez, ndoshta siç kanë edhe le të themi nickname-in apo quhen gjelat e Francës, ka shumë gjela që nga porta deri në sulm, domethënë nuk kanë asnjë repart që mos të gjesh nga një lojtar me teka. Kështu që kjo ndoshta mund të jetë, le të themi, faktori negativ që mund të ndikojë tek Franca, por nëse marrim konsiderat lojtarët që ka, absolutisht që është pretendentja kryesore për ta fituar trofeun. Unë do ndalesha pak, shumë pak njerëz e përmendin, do ndalesha pak tek ata që i dhan tonin futbollit në 2 vitet e fundit, Portugalia. Pra, tonin futbollit ja dha mes fusha e Parisit, Vitinha dhe Joao Neves, këtu shtuar edhe një futbollist i cili ka mbajtur mbi supe për disa vite, le të themi Manchester Unitedin e plagosur edhe ka ecur përpara duke rritur ritmin e tij. Në këtë pikë mendoj që mes fusha më e mirë do të bëj diferencën në këtë botror. Fakti që ata kanë një qendërsulmues i cili ka bërë histori në sportin e futbollit si Cristiano Ronaldo, por që sot nuk gëzon më formën e dikurshme, ndoshta mund t'i penalizoj pak sepse mund të kërkoj me egoizmin e theksuar të tij mund të kërkoj që gjithë skuadra të luajë për të, por nëse Portugalia ka mbështypjen që i dorëzon Chelsea mes fushës së saj, mund të jetë një ndër pretendentet kryesore për të shkuar deri në finale. Domethënë, nëse e shohim Parisin që shkon në finale, të gjithë themi Dembele, por harrojmë që aty janë 3 portugezë të cilët bëjnë diferencën sa herë luajnë. Mes tyre është edhe mbrojtësi i majt Nuno Mendes, kështu që si organik skuadrat edhe Anglia nuk ka organik keqe.
Domethënë, po ti marrësh, Anglia ka lënë jashtë lojtarë që kombëtarët e tjera, jo që vetëm do t'i thrisnin, por do t'i kishin edhe absolutisht në formacion. Kështu që presim që ky botror, siç na ka mësuar dhe botrorit e tjera të na surprizoj, kam përshtypjen që një nga këto pretendentet që ne e përmendim jashtëzakonisht shumë mund t'jetë edhe ajo skuadra e cila do dëshpërojë jashtëzakonisht tifoz, kështu që besoj që një nga emrat e mëdhenj ndoshta do çdoj që në fillim që në nisje, që në start edhe do ketë vështirë të kalojë edhe grupin. Pavarësisht se 48 skuadra, formati i ri i jep mundësinë shumë skuadrave të kualifikohen, pas 48 dalin 32, kështu që nuk i dihet kur, po unë e shoh Brazilin ndoshta... Pa kaluar ke Brazilit i marrë një nga një, të mbaroj pak me Francën, se nisa për Francën. Nëse do kemi kohë. Na mbarove muajin fare, Ledio. Na shkove në fund të muajit. 28 kombëtare pjesëmarrëse, ne flasim vetëm për Francën. Jo, tani tje folëm për një, sot po flas për Francën, sepse kishte, domethënë, Franca ka edhe një specifik që ndoshta edhe mund t'i krijojë shumë probleme. Prandaj nisa me Francën, edhe me atë çfarë tha Ervini, pra që Dembele duket se e ka përmendur pak kush do jetë problemi i Francës, ai që ishte edhe problemi i Realit, ai që ka qenë edhe problemi i Parisit, që bëhet fjalë për një yll që të vjen keq, siç është Mbappé. Hajrush, Mbappéja do të jetë ndihma e ekipit apo problemi i ekipit? Po, edhe parafolesit të më parë thanë që kur ekipin është i stërmbushur me yje, shpesh ndodh që mos dalë ajo që edhe është planifikuar në ekip. E ne ndam do të thotë favoritët 2 evropianë dhe 2 të Amerikës Latine, Span, Francë dhe Argentinë, Brazil, të cilat do të konsiderohen si përfaqësuese që do të synojnë të fitojnë titullin, por gjithmonë në letër asnjëherë nuk del se ajo çfarë është në fund, dhe këtu do të thoja që më e sigurt është të themi se kush tregon ekip më i fortë, kush tregohet do thotë duke i ikur ndeshjeve të vështira në fillim, pastaj mund të del edhe si fituese e kampionatit. Padyshim që Franca është e stërmbushur me yje, ata të cilët kanë fituar edhe Champions League, por njëkohësisht edhe futbollistët të cilët kanë luajtur rol të rëndësishëm te ekipet e tyre që kanë kërkuar titull në kampionatet ku edhe kanë lozur. Dhe në këtë rast mendoj që Mbappé mund të jetë problemi i ekipit, kur kemi një Olisej i cili po tregon që vërtet ai nuk feston, por din të shënon dhe din të jetë një lider i vërtet i skuadrës. Ervin, ndalemi do me thënë, ndalem apo të gjithë po flasin më shumë për Spanjën, kanë përshtypjen duke marrë parasysh edhe se është kampionja e Europës e 2 vite më parë. Por duket se Anglia nuk është se qëndron pas të dyave, shumë pastem, as Spanjës, as Francës për potencialin që ka, edhe për lojtarë që ka, ndoshta edhe pas thyrjes së mallkimit nga Arsenali, është koha që ta thyejë edhe Anglia. Po bëj vetëm një batut për të përmbyllur diskutimin për Francën, me qenë se nxorët edhe ju gjatë diskutimit, një nga komentet e mia në Champions në duelin Bayern Real Madrid e konsiderova Michael Olisen fituesin e afërt të topit art dhe mendoj që nëse ka një lojtar që mund të evidentohet tek Franca në botror, ai nuk ka nevojë të shpërfaqet, po thjesht unë mendoj që ai është elementi më tipik që mund të jetë nga ata të cilët natyrisht mund t'i japin Francës një dorë më shumë në botës në Francën e yjeve. Mendoj që është një lojtar në kualitet të jashtëzakonshëm, por nuk heq asgjë nga ajo që diskutoi dhe përmendi edhe kolegu Ledio Lilej, sepse realisht isha brenda të gjithë qasjes që Ledio kishte edhe në analizën për Portugalinë. Ndërkohë që për të kthyer tek Anglia, jo më kot e futa tek grupi 4 e Spar, është një skuadër e cila në vitet e fundit për vërtetë s'ka qenë gjithmonë në nivelet më të rëndësishme të futbollit kontinental aty botror. Nuk e di nëse do të ketë ende smundjen e vjetër që ata përpara se të mendojnë për fituar Kupën e Botës, më shumë mendojnë të projektojnë pushimet e verës, sesa kene e brëndshme të suksesit botror. Natyrisht e kam pasur gjithmonë këtë, pavarësisht se kam pasur skuadra shumë forta, jashtëzakonisht forta. Në fundin e viteve 90, vitin e viteve 2000 kanë qenë një nga
kombëtare me organizat më pasur në nivel botror, por në fund çedonin tek impenjimi, tek problematikat brenda grupit, tek dëshira për të treguar veten edhe me përfaqësuesën. E shoh pak më ndryshe situatën tani, shoh një kombëtare e cila është më unifikuar, shoh një kombëtare e cila edhe për shkak të trajnerit ka lënë pas individët dhe është fokusuar tek grupi. E le të përmendi që ata lanë jashtë edhe disa elemente të cilët në kombëtare të tjera mund luanin, jo vetëm që do të ishin në listë, por do të ishin edhe titullar Palmer, po themi, apo Phil Foden, po marrim dy raste të lojtarëve të cilët kanë aftësi teknike vërtet impresionante. Anglia është një ekip tipologjia e cilës i shkon eksaktësisht në ekuilibër edhe forcës që kanë aktualisht ekipet angleze. Është një skuadër e cila është një mix midis cilësisë teknike dhe mënyrë të veçantë intensitetit përgatitjes fiziko-atletike. Kështu që mendoj që është një element ky në botrorin e Amerikës që mund të ndikojë dhe mund të ndikojë për mirë tek britanikët. Ka disa problematika ky botror dhe njëra prej tyre është vapa e madhe, i nxehti i tmerrshëm nga ekstremi në ekstrem, vapa dhe i ftohti. Dhe ky mund të jetë një element që mund të krijojë problematika tek disa kombëtare. Kështu që prandaj unë e shoh paksa të paparashikueshëm edhe ecurinë e skuadrave në këtë botë. Po, tani Portugalinë përmendi Ledio, po e ka me kusht, siç e kam unë